skandalos që ka ndodhur në sistemin e drejtësisë shqiptare. Rastësisht, Aluci që i bien kësaj gjyqtare. Absolutisht, e njëjta gjyqtare. Më fal, po ai ishte kryetare, komandore. Kjo i merrte vetë shortin për çfarë donte. Jo lutem. E njëjta gjyqtare ka kaluar dhe po kalon të përdorur edhe çështja e ish presidentit Meta. Po. Nuk ka asnjë rastësi. Unë kam qenë 10 vjet kryetari i gjykatës Vlorës. Dhe ka një short. Kur kam qenë gjykatë, jonë s'ka pas short, dashëm me short manual, po tash ka një short elektronik. Edhe nuk ta pano kurse si shorti që të bie ty të gjitha çështjet e opozitës. Po, është puna e shortit, nuk ka mundësi matematike, sepse është ndërtuar e skema e tillë që ti mos kesh të gjitha çështjet e një krau. Po ju, si gazetarë ose gazetarët investigativë, shkojnë dhe të kontrollojnë se si është hedhur shorti në gjykatën e Unë e kam denoncuar shkallës parë për krimet e rënda është hedhur shorti... Shorti elektronik është shumë... Nuk është hedhur shorti elektronik, mbaj përgjegjësi për të gjithë. Nuk bëhet e njohur, nuk bëhet publike as për mediat as për... Kam qenë 10 vjet kryetari gjykate, kur s'kam vu dorën në short. Kur. Një çështje se e kam kaluar pa short e kam kaluar me ndërgjegje dhe e kam Ju sot na zbuluat një të vërtet shumë të madhe. Nëse vërtet ekziston, o njerëz, kjo gjyqtare në filmimet e një prej personazheve më të diskutuara kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, siç është Ergy Sagasi, sot i shpakur në kërkim ndërkombëtar, atëherë që këtu të gjitha këtyre pikpyetjeve jepet një përgjigje shumë e madhe. Ky njeri ishte njeriu i tyre. Një njeri që do t'i shërbente për gjëra, për vendime, për shqyrtime. Ka dhe një argument tjetër. Ka më, ka dhe një argument tjetër që edhe dosjen e armikut më të madh që ka sot Edi Rama, nga të vetët, Arben Amedet, po e gjykon Irena Gjokë. Ameta është në duar e Irena Gjokës. Rastësi. Po nuk ka fare, ka shkis pas agil dhe